Shefi i shtabit të ushtrisë greke vizitoi të martën paradite Shqipërinë në një moment kur në parlament është dorëzuar rezoluta çame dhe debatet për kufirin tetar kanë përfshirë politikën e vendit fqinj, por generali Mikhail Kostarakos nuk foli fare për to, nuk pati as konferencë shtypi pas bisedimeve. Në njoftimin zyrtar të ministrisë, shkruhet se qëllimi i vizitës së delegacionit ushtarak grek ishte bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes mes dy vendeve fqinje. Në njoftim përmendet se ministri i mbrojtjes Imami ka vlerësuar përkrahjen e forcave të armatosura të Greqisë, që i kanë dhënë forcave tona të armatosura, si dhe për përkrahjen politike që Greqia i dha Shqipërisë për antarësimin e saj në Aleancën e Atlantikut të Veriut. Si një nga detajet e takimit, mund të vlerësohet këmbimi i stafeve akademike ushtarake për përgatitjen e studentëve në kurset të formimit strategjik. Për takimin me homologun e tij shqiptar, General Major Xhamal Gjungshin, njoftohet për bisedime në bashkëpunimin ushtarak midis dy vendeve në fushën e mbrojtjes. Generali Kostarakos dhe General Major Xhamal Gjungshi kryen së bashku homazhe në varrezat e dëshmorëve të kombit.